Prishtina e ngrohtë ka nisur herët për Bregdetin e Shëngjinit, i cili në ditët e para të majit ka pritur një numër të konsiderueshëm pushuesish. Koha e përshtatshme, ditët e lira të pushimit dhe çmimet më të favorshme të kësaj periudhe kanë nxitur vizitorë nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe qytete të ndryshme të Shqipërisë të rezervojnë që tani pushimet pranë detit. Giulio Nikolli, menaxheri një prej resorteve në zonë, thotë se fluksi është i ndjeshëm që në këtë fazë të sezonit. Atëherë, realisht është një shprehje që dita mirë duket që mëngjes, por vera mirë po duket që në maj. Kështu që koha e mirë, koha favore temperaturat, e lidhur kjo edhe me ditët e pushimit, ka ndikuar që Shëngjin ketë një fluks lart vizitorësh. Ne si Hotel Tanuçe Beach Resort jemi të hapur që në muajin prill, por tani kemi një rritje të numrit të pushuesve. Kryesisht janë pushues 3 dhe 4 ditor nga Kosova, nga shqiptarët e Maqedonisë, dhe ne jemi të lumtur dhe jemi krenar që ngelemi shtëpia e preferuar e Bregdetit shqiptarëve. Çmimet e favorshme dhe gjithashtu dhe një shërbim me ato mundësitë më të mira që kemi, na kanë bërë që të jemi preferencët tyre parë, por dhe present kemi një akomodim dhe një zënie të hotelit me mbi 70% të kapacitetet tona. Kështu që unë besoj që fillimi i majit do jetë pasqyruar dhe do të jetë i reflektuar edhe në ditën vazhdim me një fluks lart dhe për të vazhduar pastaj me një verë fantastike sezonit të 2025-s, dhe t'ju themi që gjithë pushuesët që ne si Tanuçe jemi gati dhe mirëpresim gjithë dhe janë mirëpritur pranë ambienteve tona. Po të huajt ka një interes të huajve për të pronotuar? Kemi patur një rritje të prezencës të huajve, kryesisht polak, çek. Kjo lidhur edhe në faktin që ka një interesim edhe për investimin në real estate në Shëngjin, për kthyer edhe në rritje të numrit vizitorë, por ndërkohë përveç këtyre kemi edhe gjerman, kemi edhe slovak që po preferojnë dhe po vazhdojnë të rezervojnë pranë hoteleve tona, dhe ka patur një rritje të numrit në krahasim me vjet mbi 30% në platformat Booking apo tjera platforma ndërkombëtare ku po rezervojnë kryesisht pushuesit nga jashtë. Për operatorët turistik dhe bizneset lokale, kjo është një shenjë pozitive se sezoni veror do të jetë i gjatë dhe i suksesshëm për ekonominë bregdetare të Lezhës.